Tashmë 7 javë transportuesit privatë nuk kanë marrë asnjë denar nga ndërmarrja e qarkullimit publik për shpenzimet që kanë. Mungesa e parave ka detyruar transportuesit privat që shumë autobusit i heqin nga qarkullimi, duke shkaktuar kaos dhe duke lënë qytetarët të presin me orë të tëra. Sipas qytetarëve të anketuar, më problematik janë autobuset e në linjat 9, 19 dhe 20. Ka rregullim sen për shkasit. 20 minuta jam të prit. Rregullis në ka. Qytetarët të shprehen të revoltuar se bëjnë shpenzime shtesë pavarësisht të biletës mujore që kanë. Nuk ka me orë të tëra, presim, nuk ka as 20 e as 19. Si po gjendeni me taksi? A keni bilet mujore? Po, kam bilet mujore dhe paguaj taksi. Shumë e vështirë. Sa paguani në muaj? 1400 denar. E sa paguani për taksi? 50 denar në një drejtim. Në përgjithësi, sa shpenzoni vetëm për rrugë? Rreth 2000 denar për taksi. Gjithsesi, rreth 3600 denar vetëm për transport. Shkurtojmë gjithçka, marrim pagë minimale. Trefish më vështirë, mirë po, me këtë ballafaqohemi. Asgjë. Ato gra që punojnë pas dite edhe më keq e kanë. As pak nuk ka. Kjo është. Kur nuk vinë bosh, gjithmonë janë përplot. Qytetarët kanë nevojë dhe për këtë nevojë ata duhet të jenë të interesuar dhe të vinë me kohë. Sipas informacioneve të Alsat, ndërmarrja qarkulluese publike ka mbi 40 milion denar borxhe ndaj transportuesve privat. Gjithashtu, Alsat mëson se në rast të mosshlyerjes së borxheve, linjat e autobuseve do të reduktohen edhe më shumë. Nga ndërmarrja e qarkullimit publik nuk morëm asnjë përgjigje për këtë problematikë.